We want a lasting, peaceful normalization for you here in Kosovo, between Kosovo and, of course, Serbia. The UK is undoubtedly a significant contributor to KFOR. I saw KFOR last time I was here. I will see them again, and it's crucial. It's absolutely crucial for your security, and I hope that the next government will address all citizens' needs, including by making progress to integrate Kosovan Serbs and engage vigorously in the EU-led dialogue. Kosova mbetet një palë konstruktive e përkushtuar për paqe dhe stabilitet, pavarësisht se vazhdimisht përballemi me obstruksione dhe provokime nga ana e Serbisë, përfshi edhe sulmet e njëpasnjëshme që kanë filluar vite më herët e po vazhdojnë edhe tani. Për gjë dua ta përmend sërish se është e domosdoshme që të ketë llogaridhënie dhe vënje të autorëve para përgjegjësisë nga ana e Serbisë, por fatkeqësisht po e shohim që nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim, as sa i përket aktit të agresionit të shtatorit 2023, as sa i përket sulmit ndaj 93 ushtarëve të NATO-s që ka ndodhur edhe më herët, por as veprimeve të fundit terroriste që ka ndodhur në veri të vendit. Kam bërë propozimin për lidhjen e marrëveshjes për qëllimin strategjik të bashkëpunimit ndërmjet Republikës Kosovës dhe Mbretërisë Bashkuar, që në veçanti do të mbuloj fushën e mbrojtjes dhe fushën e ekonomisë. Pra, sot kemi diskutuar gjere gjatë për thelimin e bashkëpunimit tonë strategjik në këto fusha, të cilat pastaj do të vazhdojnë me diskutime ndërmjet dy ekipeve tona, dhe vlerësoj shumë faktin që e keni mirë pritur këtë propozim për zgjerim të partneritetit. It's important to see Kosovo progressing on its Euro-Atlantic path, and we've been able to discuss that this morning. We unequivocally, in the United Kingdom, back you joining the Council of Europe and hope that you will quickly be able to satisfy others' requirements. The Berlin process, we believe, is a chance to increase connections within this region and between this region and the west of Europe, and we will do all we can to shepherd that progress over the coming months.